merremi me një ëmbëlsirë me krem limoni. Krem limoni. Fillimisht tregojmë produktet e ëmbëlsirës, çfarë na nevojitet për ta përgatitur atë, ndërkohë frankfurterin e tymosur, pjesën që ka mbetur, pasi e kemi izoluar mirë, duke i vendosur edhe një ngjitës, një kapse, direkt në frigorifer për ta ruajtur dhe për ta përdorur në ditët në vijim. Po duhen Shojmë pak produktet e ëmbëlsirës. vezët, teksa ti i bën gati. sheqer, lëng limoni, lëkura e limoni. limonit. Që ka shumë e thjesht, me pak produkte. 3 vezë, sheqer, pak gjallë, lëngu i limonit edhe lëkura e një limoni. Përgatisim pra krem limoni. Shpërbëj vezët me sheqerin. Ullë nxehtësinë. E rah mirë, sepse ëmbëlsira këtë ka. Në një tenxhere vendos ujë të ngrohtë, që unë të kem mundësinë të krijoj banjë marin. Që të thot këtë tasin do ta vendosësh mbi si për tenxherën me tenxherës. ujin, po, për avullin. Normalisht gjithmonë kemi të bëjmë ëmbëlsirat, e në duhet jeni inox. Tenxhere të vogla inox, që ne të kenë për masat e tilla, shiko, që ne t'i punojmë. Pra, kjo ëmbëlsirë u gatua ka kështu në banjë mari, derisa të krijohet ai Shërbehet shumë mirë të kremi. kruasanët, të biskotat, do të Tamë ndryshme. nëse bëjmë ne vetë kruasan, për shembull, në shtëpi e mbushim me këtë kremin e Po, limonit. te biskotat. Super, po. Te kek, Ajo shtresa e sipër me kekut, për shembull, mund të jetë një krem limoni. Përgatisim një kek të zakonshëm të thjesht, po me shije limoni ndoshta dhe sipër i vendosim të kremin e limonit. Duke e trazuar, kemi shtuar pra dhe sheqerin, do të tretet sheqeri, shpërbohet gjithashtu dhe bëhet një lidhje organike e du. vezëve, po. Shtoj. Lëkurën e limonit. Dhe këtu duat më vendosësh Niki, një luk gjallë pa ty, tek lëkura e limonit. Dhe e përzije sërisht. Normalisht, kërkon, avulli është e prinzet. Avull, ka avull. Kur themi gatime në avull, kanë temperaturën e duhur për të bërë pjekjen ose zjerjen. Dhe lëngun aty se e kemi lënë më njanë. Ka një proces. Dhe fakti që i vendosur pitalkat në këtë çast, përsëri nga që kemi vendosur poshtë, është ajo Është akoma dhe më mirë. Fillojnë dhe fryen ato dhe pastaj do t'i kalojmë në pjesën lart për t'u pjekur. Kështu që Temperatura ndonjëherë edhe unë e rita pak, në rregull, shumë mirë e bëre tani. Tani e bëre shumë në mirë. këto 5-6 minuta Sepse edhe, jo, po edhe tava nuk ka nevojë mishi është i bërë, kosi thjesht kërkon atë piksin e vet. Po. Dhe nëse ju kosin e bëni, tavën e kosit e bëni në formën e beshamelit, dijeni shumë mirë që nuk do t'ju japi atë shtresën e ujit. Po. E tani që kemi në anën tjetër Mokadori nuk praparova sa bëj kafe, kështu që tani e ke të merituar se i ke përfunduar dhe recetat. Ani se do të bëj edhe diçka. Mëngjesin tënd, më ke ngrënë mëngjes apo jo? Po kam ngrënë mëngjes, ja të marr një kapsulë. Atyre të shtëpive si i bën mëngjes, po ti vetë ke ngrënë. Po, ti e di mëngjesin tim. Mëngjesi im është kose fara. Atë ka menduar, pra, atë ka menduar, sepse do marrë një tas, nuk e di, sa minuta kemi, Niki?
Kemi diku te 5 minutë që ndërkohë, mua më provokon gjithmonë regjia me këto larmishmëritë e mëdha që sjell Mocador Albania, është një kafe që ka një shije fantastike. Në fakt nuk është vetëm një pije, po është një pasion, është një energji, është një kombinim mes traditës edhe mes shijes të pakrahasueshme të një kafeje e cila sekretin e ka tek këto kapsulat. Sot kam zgjedhur, ne paka shumë i kemi ezauruar të gjitha, po i marr me vete në fakt. Brigitte është kjo kafe 100% arabike, ka filluar na pëlqej shumë këto ditë edhe mes të ftuarve, ta solla siç e do ti, me lugën dhe me pak sheqer. Limonin. Dhe çdo kapsulë e tillë kam thënë dhe rrithem, sepse veçanta është pikërisht 7 gram kafe këtu brenda. Janë kapsula ekologjike që nuk kanë absolutisht përbërës kimikat të shtuar, janë të riciklueshme, sepse gjithë sistemi Mocador është një sistem i mbyllur në çdo paketim, në këtë larmishmërinë e madhe të paketimeve, siç tham, edhe i treguam pak më herët, ka nga një emër të ikonave të famshme, Brigitte, Sophie, Merlin, që kanë qef kjo bjondja jon këtu, që kemi kaluar tani tek kapsulat diva. E mbi të gjitha na ofron dhe ekspresin më të mirë si për përdorim në shtëpi, në shtëpinë e plazhit, po ashtu edhe në zyra, duke e porositur dhe duke ja u sjell me kushtin për të porositur gjithashtu dhe pakon me këta kapsulat diva. Faleminderit shumë Mocador. Miqtë tanë, të paktën dhe nga të ftuarit tanë, keni falënderim të madh, sepse përveç se vinë shtjellojnë tema të ndryshme, të larmishme, shijojnë kafen, recetat e Albanës edhe muhabet, gjithashtu. Llafe, muhabet, shije. Shtoj. Parat e kijas. Shtoj. Para lini. E zgjidha tani, nuk i përgatis më shumë. Fare me pse, ti kafen, unë mëngjesin, kështu është kjo punë. Kosin. Jepi një përzierje të mirë, Niki. Sa edhe unë të shtoj gjalpin. Në mëngjes që duhet jetë për gjithë familjen, mund ta vendosni herët, derisa bëheni gati, mund ta përgatisni që në mbrëmje, që t'ju lini pak kokrave dhe farave të lëshohen, të zbuten, të përthithen më mirë të nesërmen nga aparati tretës. Të dyja këto masat që janë, vendosen në frigorifer. Të dyja këto masat. Në pikset, sikurse edhe kremi limonit në pikset. I vendosim në gotë dhe i shoqërojmë të dyja bashkë. Si për vendosim kremin e limonit. Super. Pra, në gota, në tas. E përkthejmë në një recetë akoma dhe më të shishme dhe më të shëndetshme. Ble një, merr tjetër në dhurat. Gjë që nesër në mëngjes, ju do t'i keni, do montoj pjatën në mëngjes, direkt. Okej. Lam gjypa thëmë. Po dhe në lam gjypa thëmë, nesër kemi, kemi ditë të tjera. Shijojmë kafen, ndërkohë, pak pushim. Për fleshin informativ, ju pres pas pak në studio, do të flasim për ankthën, do t'ju pres për të telefonuar dhe për të marrë përgjigje nga psikologja.